Prokuroria Speciale konsideron se ka prova të mjaftueshme se komunikimet mes të akuzuarit Nagib Krasniqi dhe disa nga zyrtarët e partisë në pushtet vetëvendosje, në përgjithësi e në veçanti me Dejona Mihalin si përfaqësuese e partisë ose nuk di çfarë funksioni mund të ketë, person jo zyrtar, kishte komunikime të shpeshta dhe jo vetëm kaq, por i akuzuari Nagib Krasniqi i dërgonte referenca, projekte të ndryshme për të cilat do duhet vendoste më vonë e për të cilat e njëjta në mënyrë të kundërlidhshme ishte mbeshur me autorizim nga i akuzuarit që të jepte opinione, madje në disa raste edhe të vendoste për to.